Ish diplomati Amerikan James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij në Hag. Rubin, dëshmitari i mbrojtjes në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s, gjatë dëshmisë së tij ka deklaruar se Hashim Thaçi kishte rol politik dhe jo komandues mbi UÇK-n. Thaçi u përgjigjej komandantëve jo anasjelltas, ka deklaruar ai gjatë dëshmisë së tij. Ai po ashtu ka theksuar se asnjëherë nuk kanë marrë informacione për përfshirjet e UÇK-s në krime lufte dhe nëse do të kishte informacione të tilla, SBA do të kishte tërhequr mbështetjen. Rubin ka shtuar se akuzat ndaj Thaçit janë absurde dhe ka shprehur shqetësimin e tij për qëndrimin e gjatë në paraburgim të akuzuarve. Ushtria serbe ka kryer 95% të masakrave. Barazimi me shqiptarët është i turpshëm, ka pohuar ai. Rubin është dëshmitari i parë që ka sjellur mbrojtja e Thaçit. Dëshmia e tij në Hag ka zgjatur 3 ditë radhazi. Për më shumë informata vazhdoni të lexoni në portalin telegrafi.com.